Përshëndetje njerëz që doni të mirën. Ndonjëherë në jetë themi, nuk jam mirë këto ditë, prit sa të ndjehem më mirë për diçka që ti do të bësh. Por pozitiviteti nuk është dhuratë që na bie nga qielli. Pozitiviteti është vendim, është një zgjedhje që ne e vendosim çdo mëngjes kur ngrihemi. Do jemi apo jo pozitiv sot? Madje që në çastin kur hapim syt. Edhe kur ne nuk kemi motivim, edhe kur dita jote duket e rëndë, edhe kur na vijnë ato mendimet që na mundojnë, përsëri ti e ke fuqinë të thuash, sot unë do zgjedh pozitivitetin, do zgjedh dritën. Dhe di çfarë do ndodh? Kur ti vendos të zgjedhësh pozitivitetin, bota jote për qark do ndryshojë. Jo sepse do ndodhin mrekulli për qark teje, por sepse ti do fillosh të shikosh gjërat ndryshe, do fillosh të vlerësosh më shumë, do fillosh të mos e humbasësh qetësinë për gjëra të vogla, do fillosh ta mbash veten më lart se negativiteti i të tjerëve. Pozitiviteti është si ai muskuli që sa më shumë ta ushtrojmë, aq më i fortë bëhet. Madje edhe në ditët kur të duket që nuk ke asgjë për të ndjerë mirë. Ti duhet të kujtosh pak buzëqeshje, një mendim i mirë, një falënderim i heshtur, mjaftojnë që ti ta nisësh ndryshimin. Sepse ti je qendra e energjisë tënde. Ti e hap derën e dritës ose e mbyll atë. Dhe atëherë kur ti zgjedh dritën, ti nuk ndriçon vetëm veten tënde, por ti bëhesh arsyeja pse dikush tjetër do fillojë të besojë që dita e sotme vërtet ja vlente. Pozitiviteti fillon nga ti. Që sot pra, zgjidhe ta ndezësh këtë dritë dhe mos e fik kurrë atë për asnjë sekond. Unë ju uroj një ditë të mbar dhe shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.